Parku kombëtar i lumit Vjosa vijon të tërheqë çdo vit më shumë vizitor, duke kthyer në një prej destinacioneve turistike më të kërkuara në jug të vendit. Mes peizazheve të ralla të natyrës së paprekur, përgjatë brigjeve të Vjosës po zhvillohen një sër aktivitetesh turistike, por padyshim ndër më të preferuarat nga vizitorët mbeten aktivitetet e sporteve ujore, rafting, eksplorimi i lumit dhe aktivitetet e tjera në ujë, sjellin çdo sezon turist vendase të huaj, të cilët zgjedhin Vjosën jo vetëm për bukuritë natyrore, por edhe për eksperiencat që ofron. Përballë rritjes së numrit të vizitorëve dhe aktiviteteve, monitorimi dhe menaxhimi i tyre mbetet një proces i vazhdueshëm nga Drejtoria e Zyrës së Administrimit të Parkut Kombëtar të lumit Vjosa. Ka disa aktivitete turistike, prej të cilave disa janë ekoturistike sportive, që do të thotë janë aktivitete sportive në ujë. Aktivitetet sportive në ujë kanë një sezon të lejuar dhe kanë dhe një sezon të ndaluar. Sezoni i lejuar është nga prilli deri në nëntor, që është kjo për disa arsye. Pas nëntorit deri në prill përsëri është sezon i ndaluar totalisht. Në radhë parë bëhet fjalë për sigurinë e njerëzve, sepse turja e ujit është shumë e lartë në muajt e dimrit, edhe për shkak të rreshjeve, dhe kjo krijon rrezik për njerëzit që ushtrojnë këtë sport. Kjo është e para. E dyta lidhet me peshqit, sepse peshqit kanë nevojë për kohën e tyre për të riprodhuar, për të shtuar dhe për të rehabilituar. Dhe ajo sezoni i dimrit, veçanërisht për disa prej lloj peshqve që janë të identifikuar në parkun kombëtar, sezoni i dimrit është pikërisht periudha e tyre e riprodhimit. Dhe ne duam që t'ja respektojmë kohën që ata kanë nevojë. Këto janë arsyet kryesore pse është vendosur ky sezon. Dhe gjithashtu kemi dhe një orar të këtij aktiviteti të lejuar, përsëri është prej orës 9 në mëngjes deri në orën 5:30 pasdite, dhe kjo është përsëri arsyeja kryesore, siguria e njerëzve. Krahas sigurisë së vizitorëve, vëmendje e veçantë i kushtohet edhe mbrojtjes së biodiversitetit dhe ruajtjes së ekosistemit të Vjosës. Prej vitit të shkuar dhe deri tani ne kemi bërë takime të vazhdueshme me operatorët e raftingut. Kemi bërë takime konsultuese fillimisht me qëllim hartimin e rregullores dhe më së shumti kemi shpjeguar ato që ne duam të mbrojmë dhe të dalim në një konkluzion të përbashkët që edhe këta operatorë ta ushtrojnë aktivitetin e tyre, por edhe ato vlera që duhet mbrohen ti mbrojmë të gjithë bashkë. Kemi konkluduar në një rregullore për ushtrimin e këtij aktiviteti. Gjithashtu të gjitha subjektet janë tashmë të regjistruara këtu për ushtrimin e aktivitetit. Ne merremi edhe me masat e sigurisë që ata duhet të zbatojnë. Vjosa vjon kështu të ndërthurë turizmin e aventurës mes asaj të natyrës, duke shndërruar në një destinacion gjithnjë më të preferuar për vizitorët, ndërsa sfida mbetet zhvillimi i turizmit në harmoni me mbrojtjen e këtij ekosistemi unik.